është një takim me historinë kuqezi. Shqipëria dhe Kosova do t'jenë pjesë e lojrave olimpike dimrore 2026, ngjarje sportive e cila do të zhvillohet në Milano Cortina nga data 6 shkurt deri më 22. Komiteti Olimpik Shqiptar zhvilloi me këtë rast ceremoninë e dorëzimit të flamurit kuqezi ekipit shqiptar. Në dorëzimin e flamurit, presidenti Begaj u shpreh se kjo është një peshë e rëndë që u besohet 4 sportistëve përfaqësues. Ju jeni dëshmia se ëndrat e vajzave shqiptare nuk kanë kufi dhe ato mund të arrihen. Në Milano dhe Cortina, ju do të flisni gjuhën e sportit dhe të talentit në një terren që na është bërë tashmë familjar. Kur të jeni në startin e garës, mbani mend se pas jush janë familjet tuaja, të cilat unë duhet i falenderoj pafund për sakrificën e tyre, janë federatat dhe Komiteti Olimpik, por pas jush është një popull i tërë, që po mësohet të shoh flamurin e tij, kuqezi, të garoj si barabart mes të barabartëve. Katër skiatorë të gjithë në garat e skive alpine që do të përfaqësojnë Shqipërinë janë Samire Dauti, Lisa Brunga, Deniz Xhepa, si dhe pretendentja për medalje Lara Kolturi. Presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar tha se për herë të parë në histori, Shqipëria shkon me një ekip të kualifikuar. Lojrat e 26-ta olimpike dimrore janë ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar, i cili ka siguruar dhe të drejtat e transmetimit.